Miri, Selini apo Eugenie. E di që ju po mendoni këto, se kush do të eliminohet nesër nga Big Brother VIP Albania, por unë dua të flas për një personazh tjetër, Angelon. Angelo na ka prekur me një histori njerëzore, e cila mendoj që kërkon më shumë vëmendje se sa ka patur. Për fat keq, duket sikur këto skandalet e mëdha, siç është raporti Miri Selin dhe gjithë intervistat që janë dhënë gjatë kësaj jave nëpër emisione, ka marrë një vëmendje të panevojshme, ndërkohë që duhet të ishin theksuar dhe trajtuar histori njerëzore të fuqishme, siç ishte ajo e vllait të Angelos, ajo që Angelo solli. Janë dy pika kryesore në historinë e Angelos, të cilat unë do doja që ti theksoj. Së pari, kemi shembullin e një djali që përfaqëson shumë nga të rinjt shqiptar, të cilët në moshë të adoleshencës së hershme detyrohen që të punojnë dhe bëhen krah edhe për familjen e tyre. Dhe kjo është situata e shumë familjeve shqiptare, ku fëmijët janë ata që marrin përgjegjësinë në një moshë të hershme për të qenë kontribues në familjet e tyre, dhe nuk ka asnjë lloj paragjykimi për prindrit, por tregon për një familje që qëndron së bashku edhe përpiqet që të kapërcejë një sfidë financiare së bashku. Gjithashtu Angelo tregoi se ai me shumë punë edhe me shumë mund arriti që jo vetëm të ndihmonte familjen e vet, por edhe të niste jetën e tij. Angelo nuk është modeli i djalit të ri që pasurohet brenda natës, nuk është as modeli i përputhur nga një princesh, por është shembulli i punës dhe i përkushtimit, që çdo kush nëse përkushtohet edhe punon, patjetër që mund të arrijë të përmirësojë nivelin e jetesës së tij. Gjëja e dytë që është po aq e rëndësishme në historinë e Angelos, e të cilën ai e shprehu si një keqardhje për përgjegjësinë që ai ndjente ndaj situatave dramatike në familjen e tij, siç ishte varësia e vllait të tij nga droga. Kjo ishte një shembull tjetër i një djali që familjen e ka vlerë, që ndjet përgjegjës edhe që pavarësisht se ka dhënë don të kontribuojë edhe më shumë në familje. Dhe ka edhe një element tjetër shumë të rëndësishëm në këtë histori, sepse ndryshe nga herë të tjera, kur disa drama familjare janë nxjerrë në mënyrë të pavetdijshme gjatë formatit, sepse ato jetojnë aty dhe janë situata që nuk mund t'i kalkulojnë 100%. Por Angelo për shembull e ndau historinë e Henrit me lejen e plotë të tij. Edhe kjo tregon edhe një herë për një aspekt etik të ndarjes së informacionit, sidomos kur prek njerëz të tjerë që nuk janë prezent. Pra marrja e lejes dhe sigurimi që ke aprovimin e personit për të ndarë historinë e tij. Unë do të kisha dashur shumë që në këtë javë që kaloi, emisionet si Pasdite në 5, Shqipëria Live, të kishin dalur më shumë te historia e Henrit sa tek situata mes Mirit edhe Selinit. Dhe do të kisha dashur shumë që nëse Henri do të ishte i gatshëm të kishte ndarë më shumë nga historia e tij dhe si arriti ai ta munte varësinë me heroinën edhe të fitonte këtë betejë kaq të fortë në jetën e tij, sepse do të kishte qenë një ndihmë edhe inkurajim mendoj për shumë të rinj të tjerë, por edhe familje të tjera të cilët ndoshta janë duke u përballur me këtë betejë që është e fortë dhe është serioze. Unë do dëshiroj shumë që ta shikoj Angelon në finale, mendoj që është djalë i qetë, introvert, nuk e shohim gjithmonë në aksion, megjithatë është një djalë që ka mendim kritik, të cilin ti mund ta dallosh edhe nga mënyra se si vështron edhe i shikon situatat brenda shtëpisë. Nuk e di çfarë mendoni ju për këto, por unë ju inkurajoj që në vend që të harxojmë energjinë në skandalet, le të harxojmë energjinë gjithashtu ose më shumë energji për të fokusuar dhe për të folur për ato historitë e bukura njerëzore, të cilat sjellin dritë, japin zemër edhe na përcjellin një mesazh të fuqishëm, inkurajimi edhe force. Nëse nuk më ndiqni, ju ftoj të ndiqni kanalin tim, nëse keni dëshirë që të trajtojmë këto copëza pozitive të jetës së përditshme, gjithashtu të para përmes lentes së besimit. Zoti ju bekoft dhe dëgjojmë në videon tjetër.